Mund ta parandalosh formimin e gurëve. Për çdo gotuj që pin, vesh ka të dyher, faleminderit. Përdorimi i tepërt i produkteve të qumështit, çokoladave. Shënjestër.net. Po gurët janë një proces patologjik realisht që kanë disa shkaktarë. Nëse kemi çrregullim të nivelit të kalciumit në gjak, duhet të përmbahemi nga përdorimi i tepërt i produkteve të qumështit, çokoladave, i substancave që përbëjnë kalcium shumë. Paraprakisht duhet ta majmë urinën sterile, domethënë jo në urinë me infeksione, qoftë bakteriale që përgatitin terrenin, ose ndryshimi i pH-s. Ndryshimi i pH-s në urinë me përdorimin e substancave të ndryshme, pijeve, tjera të gazuara që normalisht ndrojnë pH-n, është një favorizim për formimin të infeksionit së pari, pastaj edhe të formimit të gurëve. Kështu që higjiena primare, pH-ja normalisht edhe mos përdorimi i substancave që favorizojnë formimin e gurëve. Realisht uji nuk është në bari, po është mjet parandalues kuptimin mekanik, sepse fizikisht e mekanikisht i merr ato grimca me veti ose ato kristale që ne i themi. Njerëz varësisht për profesionit dhe punës së vendit ku jeton, 1.5 deri në 2 litra janë optimale ose normale, nëse normalisht thash nuk ka ndonjë punë të rëndë që humb me djerës, pastaj në punë me temperatura e tjera. Kto janë ato që janë bazike: ushqimi, lëngjet e ndryshme dhe normalisht higjiena personale ose mos infeksionet urinare. Tjetër është ana gjenetike, nëse ai ka gjenetik që kanë prind ose kanë familjarë, normalisht me një dietë shtuar ose me një kujdes shtuar, mund ta parandalosh formimin e gurëve. Ti nuk mundesh të parandalosh rregullimet e nivelit kalciumit në gjak, po mund ta parandalosh formimin e gurëve duke përdorur lëngjet, ujë sa më shumë, sa më tepër, çajra të ndryshme të tjerë që nuk ndrojnë pH në organizëm, por realisht pastrojnë mekanikisht kanalet urinare. Një sintagmë në një ditë botërore të veshkës që për çdo gotuj që pin, vesh ka të dyher, faleminderit. Kjo është sinonim për atë që sa më shumë me pi ujë, se mekanikisht uji nuk është ilaç, po mekanikisht nuk lejon qoftë infeksionet ose formimin e gurëve. Shënjestër.net.